Të dashur miq, lëvizja antikomuniste në Kavaj ishte lëvizja antikomuniste më e fuqishme në Shqipëri. Pas qëndrimeve, demonstrimeve antikomuniste të janarit, erdhi kryengritja e fuqishme paqësore e marsit në Kavaj, në të cilën ra për të mbeti pavdekshëm, heroi i parë i demokracisë shqiptare, Josif Buda. Por ato 2 ditë, përballja me regjimin, ngjitet në nivelin e një legjende. Të rit që janë sot në këtë shesh duhet ta dinë sa ata burra që hollen dhe shkelmuan në stadium veprat e Gjaksorit, të tjetë po ata që sulmuan komisariatin e policisë. Se cili prej tyre mund të pritej nga breshrit e Kalashnikov dhe të mitrolozave. Por ata kishin një motiv, ja të vdesim, ja të rojmë për liri. Dhe me betejën e tyre, ata çliruan Kavajin, qytetin e parë të lirë të Shqipërisë. Me betejën e tyre, frymëzuan shqiptarët në Tiranë dhe kudo në të 4 anë të vendit. Ndaj dhe një nderim të pakufishëm, një mirënjohje të thellë për të gjithë djemt, burrat, gratë e Kavajës që me demonstratat e marsit shliruan qytetin e tyre. Kavaja e lirë, Kavaja demokratike që dhjetor të 90-s, luajti një rol përcaktues vendimtar për fatin e Partisë Demokratike. Ishit ju, qytetarët e Kavajës, që u bët mburoj dhe të merë, mburoj për forcat demokratike në Tiranë dhe të merë për reakcionin që kishë mbeu armë kur shemën shtatorin e Enverhoxhës dhe donin të ktheheshin në Tiranë me armë. S'guxonin, nuk guxonin, vetëm se ishte Kavaja, ishte post bloku i lirisë. Në këto 35 vite, askush më mirë se ju nuk mbrojti me votën e vet, me votet e qytetarëve lirin. Ndaj dhe jam shumë mirënjohës që vi këtu zoti kryetari i bashkisë dhe kryetari partije për të gjej qytetar të parë të votuar të besuar nga qytetarët e Kavajës. Kam shumë mirënjohje për anëtarët dhe degën e Partisë Demokratike të këtij qyteti, kontributën e saj. Miq, në udhëtimin ton 35 vjeçar, ne ja dolem, ta shkpusim Shqipërinë nga honët e varfrisë në cilat rrokullisej, ta antarësojmë Shqipërinë në NATO, të lëvizim të lirë, të nxjerrim shqiptarët në krye për rroga dhe pensione në rajonin ton. Ja dolem të ndryshojmë, transformojmë infrastrukturën,
pranuam rotacionin si kushtit gjitha kushteve për të respektuar lirinë e qytetarëve tanë. Por viti 2013 sollin pushtet një band kriminale, sollin pushtet pasardhësit e atyre të cilët 45 vite shtypen me egërsinë më të madhe qytetarët shqiptar. Por pjekjet jashtëzakonshme u bën të fshin nga harta e Shqipërisë pluralizmin. Por pjekjet jashtëzakonshme u bën të shuajnë Partinë Demokratike si parti sovrane të shpirtit dhe zemrave tuaja. Por pjekjet jashtëzakonshme u bën të shtrojnë Partinë Demokratike në një parti fasad, të partisë së krimit. Të gjitha dështuan. Të gjitha dështuan. Sot Partia Demokratike vjen kavaj. Vjen në këtë 35 vjetor. Ju garantoj unë ju. Po aq e vendosur sa ditë në themelimin e saj për të përmbysur diktaturën e dytë të bazuar në krimin, drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve. Sot Partia Demokratike ja doli me mbështetjen tuaj, me mbështetjen demokratëve, jo vetëm të qëndrojë fuqishme, por të mbrojë votën e shqiptarëve. Sot në të katër anë të vendit, në të katër anë e botës, është qartësue se Edi Rama vodhi votën, se Edi Rama zbëri zgjedhje por farsë elektorale.